E kuqja mahnitëse. Besimi e shikonte i tronditur nga larg. Shoku i tij i klasës, i goditur nga vetura, ishte shtrirë për tokë, ndërsa bicikleta e tij ndodhej shumë metra më tej. Një pellg i madh gjaku përhapej rreth trupit të shkërmoqur. Asnjë nuk guxonte ta prekte, duke pritur me ankth sirenat e autoambulancës. Zemra e Besimit rrite shpejt. Ai e ndjeu një të ftohtë që i përshkroi trupin, ndërsa sytë i mbetën të ngulitur në atë skenë tragjike. Mendimet e tij vërshuan si një lum i egër. Nuk mund të jetojë njeriu pa gjak. Gjaku është jeta. Ditët që pësuan, fotografia e asaj ngjarje i u gdhend në kujtesë. Nuk mund ta largonte nga mendja. Një pyetje e madhe nisi ta mundoj. Si është e mundur që një trup të humbas aq shumë gjak dhe prap të jetoj? Ai filloi të lexonte, të pyeste, të kërkonte përgjigje. Derisa një ditë iu kujtua miku i babait të tij, doktor Agimi. Takimi me doktorin. Kur hyri në ordinancën e doktor Agimit, zemra ati ishte e mbushur me kurreshtje dhe ankth. More Besim, çfarë të solli tek unë? Je i sëmur? E pyeti doktori me një buzëqeshje miqësore. Jo, kam ardhur të të pyes diçka që më ka mbetur në mendje. Hajde qofsh me hajër, fol. Besimi mori frymë thellë dhe tregoi historinë e shokut të tij. Pastaj shtroi pyetjen që e mundonte. Xhaxhigim, si është e mundur që ai shoku imi të mbijetoj pas gjithë asaj gjakderdhje? Si funksionon gjaku? Doktor Agimi qeshi lehtë dhe i vuri dorën në shpatull. More mistrec, je një det kurreshtjeje. Tamam si babajut. Dëgjoj me vëmendje. Ai mori një laps dhe vizatoi disa skema në një fletë. Trupi i njeriut është një makineri e përsosur. Kur humbet gjak, organizmi aktivizon menjëherë një sistem kompensues. Palca e kockave nis prodhimin e qelizave të reja të kuqe me saktësi të pabesueshme, as më shumë e as më pak se sa i nevojit e trupit për të mbjetuar. Dhe kjo ndodh në mënyrë aq precize, sa që njeriu nuk ka asnjë kontroll mbi të. Si mund të ndodhë diçka kaq e përkryer pa një programues të madh pasaj? Pyeti Besimi duke u habitur gjithnjë e më shumë. Doktor Agimi buzëqeshi dhe vazhdoi. E njëjta gjë ndodh me mpikse në gjakut. Sikur të mos ndodhte ky proces, edhe një prerje e vogël do të ishte fatale për jetën. Në këtë zinxhir aksionesh marrin pjesë mbi 30 proteina të ndryshme, secila duke vepruar në kohën e duhur. Nëse njëra mungon ose gabon në kohëzgjatje, sistemi do të dështojë. Ky është një algoritëm i programuar me një saktësi që shkenca ende nuk mund ta kopjojë. Besimi u mbështet pas karrikës, duke e përtypur mendimin e doktorit. A e kupton tani, more djalë, vijoi ai. A mund të jetë kjo një rastësi? A mundet kaosi të krijojë në harmoni kaq të përkryer? Besimi tundi kokën dhe sytë i mbushën me shkëlqim. Jo, kjo nuk është rastësi. Kjo është një mrekulli e krijuesit të gjithdijshëm. Doktori i dha një të qeshur të lehtë dhe i tha: Pikrisht, Zoti nuk krijon sisteme aq të përsosura rastësisht. Ajo është një fletore e hapur që lexon gjurmët e autorit të saj. Besimi u largua nga ordinanca me një ndësi të re. Ai ndjeu se jo vetëm kishte kuptuar një proces biologjik, por edhe kishte zbuluar një të vërtet më të madhe. Çdo detaj i krijimit flet për krijuesin e tij. Duke ecër rrugës, i erdhi në mendje një thënie e bukur. Ai që i shikon mrekullitë e Zotit me sy dhe me mendje, nuk sheh më rastësi, por dëshminë e një dizajni hyjnor. Dhe atëherë Besimi ndaloi hapin. Në heshtjen e asaj pasditeje, ai dëgjoi rrahjet e zemrës së vet, një ritëm i padukshëm, i përkryer,
që nuk pushon kur pa urdhrin e atij që i dha jetë. Me syt nga qielli, ai kuptoi se çdo frymarrje është një thirrje e fshehur që i pëshpërit njeriut. Unë jam këtu, dhe çdo qelizë jote më njeh, sepse nuk mund të ketë jetë pa gjak, dhe nuk ka gjak pa Zotin që e krijoi.